A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Zotin, paqja qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë këtë udhë të drejtë. Kjo udhë e drejtë, udhë e cila na shpije drejt xheneteve të Allahut. Besimtar dhe besimtare, musliman dhe muslimane. Tema të cilën do të trajtoj kësaj radhe është një temë paksa e ndërlikuar për shkak se ka të bëjë me një dukuri shumë negative që është e përhapur shumë në botë, por gjithsesi edhe në mesin ton, në trojet tona. Është fjala pra për llotët ose bastoret sportive, të cilat janë shumë të rrezikshme dhe shumë me të vërtet shkatruese të mëdha. Në lidhje me këtë çështje, Allahu xhalla shanuhu ka thënë: Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min a'mali ash-shayatin fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O besimtar, me të vërtet alkooli, bixhozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyra nga shejtani i mallkuar, prandaj largohuni nga këto pra nëse keni qëllim që t'jeni prej robëve të shpëtuar.